Selam aleikum hoxh. A mund të jenë shkak mëkatet që nuk na pranohen lutjet? Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Nëse mëkati është nga mëkatet e kaluara dhe njeriu është penduar pra prej atij mëkati, atëherë duhet ta dim që ai që pendohet prej mëkatit konsiderohet si puna e atij personi i cili nuk e ka bërë atë mëkat, sepse Zoti i gjithësisë është ai që fal. Pra nëse je penduar, kjo nuk ndikon tek pranimi i lutjes. E nëse personi vazhdon të bëjë mëkate dhe nuk është penduar prej mëkateve, atëherë kjo është një ndër shkaqet që nuk pranohet lutja. Prandaj është e udhës që besimtari vazhdimisht pendohet, vazhdimisht të kthehet tek Zoti i gjithësisë, vazhdimisht të përmirësoj veten e tij. Dhe Allahu i lartësuar është ai që fal, është ai që mëshiron, është ai që i pranon lutjet.